Në planin e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, në pikën 1 të planit, përveç tjera thuhet: deri në mes të qershorit, të dyja palët do të kenë miratuar të gjitha ndryshimet e domosdoshme ligjore të kërkuara për zbatimin e marrëveshjes së parë, përfshirë këtu edhe ligjin për amnisti. Andaj pyetja për zotin Kuqi është se cilat kategoritë të dënuarve do të përfshin ligji për amnisti në lirimin prej mbajtjes së dënimit apo ndjekjes penale. A do të amnistohen strukturat kriminale lidhur me veprat e caktuara penale? Pra, ma konkretisht, a do të amnistohen vrasësit e Enver Zymberit dhe Selver Haradinaj? Sigurisht që mos prezenca e zotit Kuqi tregon se vërtet e kanë plan që të amnistojnë strukturat kriminale në veri. Unë i bëj thirrje zotit Kuqi që mos të fshihet, por le të vinë kuvent dhe le të tregoj të vërtetën publikisht. Faleminderit.